Dhe përjedhoj ai filloi ta trajtonte Fatos Nanon, që ishte udhëheqësi asaj partie dhe që ajo parti, domethënë, e donte shumë, edhe kishte një influencë të jashtëzakonshme në antarësi, po edhe në popull, Fatos Nano, pra pritej mirë kudo, ai e mori dhe e burgosi politikisht, Fatos Nano. E ka burgosur në qershor, kurse në muajin prill jam burgosur unë. Në qershor është burgosur Fatos Nano, në prill keni vajtur. Më përpara mua, më ka gjetur në Burg mua Fatosi kur erdhi në Burg. Po. Prandaj. Edhe mua më futi Saliu në Burg, atëherë ishte president i vendit. Ne botonim gazetën Kombi, një gazetë tepër e fuqishme, gazeta Kombi deri në vitin 2001 ka qenë zë shumë i fuqishëm, i shtypit shqiptar. Arritëm domethënë tirazhin maksimal të asaj kohe 23-24.000 kopjo si tirazh, edhe në një shkrim të Kombit atëre unë botova domethënë një me titull të madh, me gërma të mëdha në faqe të parë, për një krim që bëri faktikisht kundër Fatos Nanos Sali Berisha, sepse ai do bënte një takim në Shkodër tek teatri i Shkodrës, tek selia e Partisë Socialiste të Shkodrës me antarësinë e vet, edhe Saliu i dërgoi një band atje, edhe të armatosur, po edhe rrugaç me gura e me këto, me qëllimin që të mos futej në mbledhjen me socialistët Fatos Nano, edhe duke quajtur Shkodrën bastion të Partisë Demokratike, që atje kem socialisti nuk shkel. Ky ishte domethënë fryma që kishte futur Saliu, dhe ata kur Nanua do futesh në sallë, ata u vërsulën, edhe aty thuaj se u bë një mini luftë civile, se simpatizantë e Nanos mbronin Nanon, ata të Saliut sulmonin Nanon, edhe kjo domethënë krijoi një situatë rënd atje, një minutë se mbarova. Një situatë rënd dhe mbi këtë bazë unë bëra një shkrim. Thash, Sali Berisha, 2 pika. Ti je vrasës i Shqipërisë dhe i shqiptarëve. Ai ishte presidenti i vendit. Dhe analizonja që pse po e vret ti Shqipërinë dhe shqiptarët, se po fut këtë frymën domethënë të përçarjes, që socialistët demokratë tani ne duhet të luftojmë me njëri tjetrin, edhe sikur jemi armiq, po nuk jemi armiq, jemi pozit dhe opozit. Dhe për këtë shkrim ai më futi në Burg. Pra unë vajta më përpara. Kurse pastaj më vonë kur erdhi Nanua, u arrestua dhe Nanua dhe ne Nanon e arrestoi Gjoja për vjedhjen e ndihmave, po ajo ishte një farsë e ndyrë dhe që ishte një farsë dhe që burgosja e Nanos ishte politike. Këtë e vërtetoi me një raport të shkëlqyer Departamenti Amerikan i Shtetit, por edhe Amnesty International që bëri disa raporte vit për vit, domethënë raporti 96-s, raporti i 94-s, i 95-s, i 96-s, deri dhe i 97-s, që e konsideronin Nanon edhe mua të burgosur politik të regjimit të Sali Berishës. Dhe erdhi në Burgun 313 Fatos Nanua. Tani kur erdhi Fatos Nanua në Burg, si e pritët, si ishte ai? Të tërë njerëzit aty në Burg, se Burgu, mos harroni. Se askush nuk ka folur për këtë situatë. Burgu 313 ishte Burg i sistemit komunist. Po Burgu i sistemit komunist ishte ruajtur një lloj edhe nuk ishte asnjë ndryshim nga Burgu fashist. Domethënë, fashistët italian të njëjtën Burg kishin aty kur erdhin që pushtuan Shqipërinë te 313-a, edhe aty kushtet ishin, domethënë, një katastrofë e vërtetë. Kur them katastrofë e vërtetë, njerëzit sot u vjen edhe, sidomos këta të rinjët, nuk e imagjinojnë dot, po brezi im e di jashtëzakonisht mirë, po sidomos ata që e kanë provuar, domethënë atë Burg. Qelit ishin një dritare e vogël lart, të nxirrnin për ajrim maksimumi 2 herë në ditë na 15 minuta, edhe pastaj do rrinje gjithë kohën aty i izoluar. Kishte vetëm një batanie, po në atë batanie që nga 1945-a edhe në vazhdimsi, kushdo i burgosur që vinte e shtronte atë poshtë në dysheme, se s'kishte asja stek, as tu, kjo batanie që i pislek i jashtëzakonshëm, dhe minjët sundonin,
sepse poshtë saj ishte me drasa, do më thënë ajo e qelia, po poshtë saj, do më thënë, të çmennin minjët, edhe s'mbanje do të një ushqime një gjë, sepse pasaj duhet të ruanje veshët nga minjët që t'hanin veshët. Aq situatë dramatike ishte. Hekurat e burgut ishin nga ato të nazistëve, i keni parasysh ato hekurat, kështu që me vida, që i shtërngonin duart, dhe në një situatë të tillë erdhi ish zëvendës kryeministri i Shqipërisë dhe kryetari i opozitës shqiptare bënte këtë jetë, që po u them unë juve në burgun 313. Dhe kur ai erdhi në atë ambient, domethënë, të burgosurish lloje, për vrasje, për vjedhje, për krime të ndryshme, prostitucion e të tjera me radhë, në një situatë të tillë domethënë të burgosësh edhe liderin e opozitës dhe pastaja ai burgu mbush edhe me të tjerë, se aty thuaj se erdhi e gjithë ish byroja politike, e gjithë ish udhëheqja e kohës, Ramiz Alia po, se dhe ai u burgos aty në Xhmia Hoxha e tjerë, edhe ai u bë një burg domethënë që kishte këta njerëzit më të pushtetshëm të Shqipërisë, i futi gjithë Saliu, domethënë në vitin 1993-95. Dhe të tërë njerëzit bënin çudi që një qytetar i Tiranës, rritur një familje intelektuale, baba i Fatos Nanos ish drejtori i përgjithshëm i radio televizionit shqiptar. Domethënë, nena e vet një intelektuale me zë, domethënë, që njifësh atyre, edhe në një situatë të tillë, domethënë, të shikosh që të vinë në një nivel të tillë, edhe ta marrësh edhe ta futësh në një ambient të tillë, kaq të zymt e kaq të rëndë sa s'ka ku të vijë më. Dhe ai jo vetëm që nuk tregoi qoftë edhe, domethënë, edhe në një moment të vetëm që të mos ishte optimist, që të mos ishte njëri gazbor, që të mos e merrte atë tragjedi ta kthente në komedi, me humor e me tjera. Dhe kënaqeshin të burgosurit edhe ata ordinerët me batutat e tij, kënaqeshin policët, megjithëse kishin marrë orientim që këtë ta mbanin të izoluar në maksimumin e vet, roje, domethënë vigjilente dhe navrima e asaj të ruanin që të mos shkruante, të mos nxirrte letra nga burgu e tjera me radhë. Dhe aty letër që të shkruanje s'jepte njëri tek burgu. Stilo laps, as bësh fjalë, as për rezervë nuk bësh fjalë. Po gjithsesi ai ndërtoi marrëdhëniet e tilla edhe me të burgosurit, ai edhe në të tjerët, sa letër format A4 nuk ishim, por ai pinte duhani dhe në varakët, në një anë ish varaku, në anë tjetër ishte letër e bardhë, dhe kush e di sa letra, tëra orientimet që nxirrte për partinë, për udhëheqjen tjetër të saj që kishte lënë atje, orientime të ndryshme, se i duish vazhdimisht ta udhëhiqte partinë, mendime për gazetën Zëri i Popullit e tjera, ai në këto letrat me varak i shkruante dhe në mënyrë ilegale i nxirrte në burgu, ju dërgonte në atë burg Ramiz Alia, ishit njëkohësisht të gjithë në atë burg? Po, të 313. Fliste Fatos Nano me Ramiz Alin? Kishte rastisur në njërë të bënin bisedë, ose ke qënde ti ke rastisur? Patjetër që flistin. E para njerë kur dilim në Liri Dalje, ose kur dilim që merrim ushqimin, se ushqimin merresh te koridori atje, ose kur dilje për të shkuar në tualet, se një tualet ishte për gjithë burgun, gjithë kati, kishte vetëm një tualet. Vetëm një.